e shëmtuar. Nga vinte emocioni. Emocioni Dumanit vjen nga një barë shumë e rëndë që ka 3 vjetë. Emocioni Dumanit vjen nga një pikpyetje shumë e madhe që ka mbi të publiku, që të lidh me Sali Berishën që e le akoma të gjykuar. Ka një gjë, në thojza, nëse një kryetar Spaku që mund të akuzohet për një të shkuar me Berishën, ishte Arben Kraja. Por e patë shumë shkurt. Jo, 3 vjetë e patë e Kraja. E pati të plot mandat. Por, duhet tënë ose na duket neta. Jo, nuk është zbëri, se dosja e Berishën në kone Krajës u mbyll. Për Partizanit, jo. Ka dhe dosje tjera, ndoshta zoti Kraja nuk bëri shumë zhurmë, po disa nga gjyqet që janë sot, Brisida janë gjyqet apura dhe mbajnë dhe firmën, edhe kundër firmën, po dhe firmën e zotit Kraja. Pra, le temi që nga kjo pikpamje nuk është se ajo që më duket mua, nëse më lejon t'ja kaloj fjallën vetëm një gjë është atë thoja. Mi thuaj, po vetëm duhet të kjo, a e menaxhoi Dumani, besoj. Kjo është foto me... Kjo është shumë foto e bukur, unë prandaj e mora në celular. Kjo është shumë foto e bukur. Besoj se... Kjo është një nga emrat e... Këta janë 2 personat që garojnë, pra kanë garën më të fort për pasardhës. Besoj se... Gjoli dhe Adnan Gjoli dhe Klodian Brap. Bëjnë luftën më... Pra, që t'jem korrekt, bëjnë luftën më të madhe për qenë pasardhës. Gjoli në majmen që nga koha 92-93, shkoj e qenë prokuror. Zoti Dumani sot për herë të parë, dhe disa gjëra u bën për herë të parë sot në kuvend. Sot për herë të parë hapi dritaren, hapi një derë të vogël, se SPAK dhe drejtësia do të merret jo vetëm me korrupsionin, po do të merret me krimet e rënda të vendit. Do me thënë me krimin kundër personit, me grushtet e shtetit, me vrasjet e 21 janarit, me vrasjet e Gërdecit, etj. Do me thënë, deri më sot njeriu ishte në fund të korrupsionit. Realisht korrupsioni është gjëja më e fundit e një krimi. Në raport me atë çfarë ka ndodhur në vendin tonë. Ajo çfarë u djersit zoti Dumani ishte, për mendimin tim në alegorinë e gjës, ishte për ta thënë apo të mos e thënë këtë gjë. Tani ne do të presim nëse pas Dumanit do ndryshojë kjo situatë apo s'do ndryshojë. Me që po flasim për atë foto që nxorë ti na ofrove ti Karamuço, se ti na ofrove. Dhe më mungon vetëm... Ja thuat ju, po unë e kapa. Po, na mungon vetëm zonja që është edhe ajo tek emra dhe ai prokurori nga Shkodra që nuk e di... Po pra, jo, unë thash këtë, këta po zhvillojnë luftën më të fort. Po, këto janë 2 emra që po të bëjnë më fort. Se 4 janë kandidata, po zhvillojnë luftën më të fort. Pra, ideja është të nisur nga kjo, si duhet jetë epoka pas Dumani. Duke i nisur nga menaxhimi koridorëve të Spakut, që mua më rezulton besoj dhe ty, nëse unë do isha deputet sot, pyetja që do i kisha bërë prokurori Dumanit, pyetja e parë do ishte kjo. Pse çështjet më me impakt publik që ke ndjekur i ke bërë vetëm me 40% prokurorëve dhe me 20% hetuesve? Pse s'ke punuar me kapacitet plot? Pse s'ke pasur besim të tjerët? Çfarë ke bërë me ata që kanë edur inaktiv? Që kanë spionuar këtë tretët. Çfarë ke bërë? Si gjithë hetuesët ti që të kanë ardhur nga shërbimet i ke me emra dhe s'ke marrë asnjë mas deri më sot, që të kanë thënë ja kanë çuar personave të tjerë informacionin? Pse s'ke marrë mas? I ka të evidentuar. Jo, thjesht i ka distancuar dhe ka bërë mirë, por ç'do të bënte më tej procedim penal? Si do të thonë i ke distancuar? Pra ti e di që është person që konspiron dhe ti e mban aty? Nuk ka fakt penal, ka një informacion të ardhur, nuk ka fakt penal. Patjetër, nuk ka fakt penal, por i mban të distancuar. Kjo do të ishte misioni në 3 vjeçarin e ardhshëm. Kapacitet i plot i të gjithë prokurorëve. Kush nuk bën punën, nuk dorin ta presin të marrë mandatin 9 vjeçar. Ti iki edhe përpara. Të shkojnë në prokurori thjesht. Se mbajmë dot pse paguajmë shumë para për këta njerëz. Po i trajtojmë më mirë se presidenti i Republikës. Dhe presim nga të gjithë të njëjtën impakt, të njëjtën performancë, të njëjtën koeficient, edhe pikëzim. Sepse këta kanë një fat të madh që KLP-ja nuk para i vlerëson këta. I ka lënë. Ka një vlerësim 3 vjeçar dhe 5 vjeçar për eksperiencat e ndryshme të prokurorëve. Për këta ka 6 vjet nuk bëhet as kontrolli i ILD-s nuk bëhet, për në një rast që ka pasur dhe ankesa të qytetarëve. Por të paktën futin kapacitet. Kush i kontrollon këta përveç drejtuesit tyre? Askush. As parlamenti, e pa çfarë pyetësh ka parlamenti? S'janë pyetje për kontroll ato. Ato janë pyetje për performancë deputeti, jo për kontroll. Kontrollin do ta bëjnë këto institucione, KLP, ILD, këto një kushtetuta. Mua heshtja gjysmës parlamentit sot ishte shurdhuese. Pra përgjegjësia, më fal, përgjegjësia e drejtuesit të ri. Ja që ta mbyll, përgjegjësia e drejtuesit të ri.
për të bërë një kontrast me aktualin. Është kapaciteti plot në 100%, kontrol dhe nëse se bën punën, unë të të çoj kërkesën KLP që ti të shkosh. Ti ikësh. Shiko, ne sot tek edhe për hetuesit. Po. Ne sot tek regjia do ndihmoj me një tabelë. Ne sot te zëri shqiptarëve në orën 22 kemi sondazhin që lidhet ekskluzivisht me perceptimin e publikut lidhur me epokën Dumani. Janë pyetur rreth 1200 qytetarë nga gjithë Shqipëria, nga sonazhisti ynë Eduard Zaloshnja dhe stafi i tij. Po unë po ju nxjerr vetëm tabelën e parë. Tabela e parë, opinioni juaj për SPAK në 3 vjetët në drejtimin e Altin Dumanit. Dhe shikoni përqindjet. SPAK ka qenë më mirë me drejtuesin e mëparshëm, 25.1%. Pra, 25.1% mendojnë që drejtuesi i mëparshëm ka qenë më i mirë. 42.4% tonë ka punuar më mirë kundër krimit organizuar dhe 32.5% tonë ka punuar më mirë kundër korrupsionit. Te logjika e thjeshtë, Brisida të bashkon 2 anët e majta të tortës. Pra që mbi 57% e njerëzve thonë që SPAK-u ka qenë më mirë me drejtuesin e mëparshëm dhe ka punuar më mirë kundër korrupsionit. Ndërkohë që po ta shikosh 42% ama thonë që ka punuar më mirë kundër krimit organizuar. Pra ka një dallim të madh midis luftës kundër korrupsionit, perceptimit njerëzve. Pra mendojnë që në epokën e Dumanit është luftuar shumë mirë krimi organizuar dhe këto e pranojnë e Dumanit, këto e kanë pranuar edhe partnerët e huaj, por ama vetëm 32.5% thonë që ka punuar mirë kundër korrupsionit. Unë në fakt nuk po kërkoj ndjes, më duket sikur vetëm pjesa 25% që ka të bëjë me të mëparshmin, 32 dhe 42 që kanë të bëjë me zotin Dumani. Po, patjetër. Prandaj mendoj, unë personalisht mendoj që zoti Dumani ka një por ama zoti Dumani ishte kampioni i luftës kundër korrupsionit. Shumë më mirë se zoti Kraja, personalisht. Shiko perceptimin, se flasim perceptim. Unë nuk e di perceptimin, prandaj po them edhe një përgjigja ose si ka qenë pyetja që është bërë nga sondazhi. Do doja dija sepse mendoj që këtë 25% opinioni juaj për SPAK në 3 vjetët në ndërtimin e Dumanit. Se këtu po flasim për epokën, po flasim për SPAK. Dhe vetëm 25% është për të mëparshmin. Po shiko ama dallimin. Po bashkosh 42-shin me 32-shin. Brisida, nuk vëm në dyshim që zoti Dumani ka punuar. Unë po flas, shiko te perceptimi. Ndryshimi perceptimi midis luftës kundër krimit organizuar dhe luftës kundër korrupsionit. Unë vetë mendoj që ka pasur një pra mendojnë që diçka ka çaluar në luftën kundër korrupsionit? Jo, nuk e besoj. Personalisht mendoj që ka një hovë cilësor me zoti Dumani, ka një progresiv shumë të madh me zoti Dumani dhe zotit Kraja. Personalisht asnjëherë nuk e kam çmuar pjesën e zotit Kraja, më është dukur si një person më shumë se ç'duhet oportunist. Dhe mendoj që vetëm e zotit Dumani SPAK-u mori atë tagër dhe atë aspirata që kishin shqiptarët. Jo ka mendimin. Më fal, zoti Kraja, jo më shumë se para 2 muajsh e pam që me një person që është në hetim, kryetari i Bashkisë Shkodër, ishte në një foto të cila nuk u sqarua shumë dhe për mendimin tim ajo e penalizon shumë atë si personazh. Jo, këtu një gjë të vogël, pastaj do të vazhdoj atë idenë që nuk jam dakord me këtë që lufta kundër korrupsionit me Dumanin, domethënë ishte në nivelin e dur. Jo, nuk është e vërtet kjo. Pra ju jeni dakord me perceptimin e sondazhit? Po, me sondazhin jam. Pra ju jeni edhe pse jam. Brisida e kemi tek pjesa bojshelle, ti te pjesa blu e erë. Po, pse jam atje? Pse jam atje? Jam këto dyja unë. Sepse